Marrjes së Pandeur, ditën e premte, duke i komunikuar akuzën zëvendës kryeministres Belinda Balluku për tunelin e Llogaras, ka marrë të Pandeur edhe persona të tjerë dhe cilët janë personat apo zyrtarët të cilëve ju është komunikuar akuza nga prokuroria e posaçme. Prokuroria e posaçme në fakt ka vijuar ditën e sotme me komunikimin e akuzave, siç raportuam dhe më herët, ishte Gentian Gjyrli ai që u njoh me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në bashkëpunim në orët 9 të mëngjesit, më pas kanë qenë edhe persona të tjerë të cilët janë marrë të Pandeur, është drejtori aktual i Keshit, ndërkohë që i është komunikuar edhe akuza edhe dy antarëve të KVO-s për tenderin e tunelit të Llogaras, bëhet fjalë për Jetmira Dervishin dhe Mirzeta Kashica, ndërkohë që Erviz Berberit, pra i cili ndodhet i arrestuar dhe kanë qenë hetimet ndaj tij që kanë sjellë dhe këto hetime të tjera, do t'i komunikohet akuza në paraburgim pasi ai ndodhet i arrestuar. Pra kemi 6 persona nën akuzë për tenderin e tunelit të Llogaras bashkë me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, të cilit ju komunikua akuza të ditën e premte. Pra deri tani është 6 numri i personave që janë vënë në akuzë nga prokurori Dritan Prençi për tunelin e Llogaras, për tenderin e tunelit të Llogaras. Pra janë vënë në akuzë dhe janë të Pandeur, por nuk kanë ndonjë mas deri tani për gjithë personat e përfshirë nga ana e prokurorisë posaçme. Në fakt, kjo është të paktën prokurori Dritan Prençi edhe për dosjen tjetër që ka të bëjë me mirëmbajtjen për tenderin për mirëmbajtjen e tunelit të Llogaras, ka vepruar, ka vënë në akuzë shumë persona, po pjesa më e madhe e tyre janë pa masë sigurie, pra po jetohen në gjendje të lirë. Ndoshta edhe në rastin konkret deri në këtë moment ai nuk ka kërkuar masë sigurie në lidhje me të hetuarit e kësaj dosje, çka do të thotë që deri në këtë fazë nuk është menduar nga ana e SPAK-ut që kemi ndonjë mundësi për prishjen e provave. Megjithatë mbetet për të parë qëndrimi që do të mbajë prokuroria e posaçme deri në fund, ku dosja mund të shkojë për gjykim. Jesi hetimet janë duke vijuar që mund të kemi edhe persona të tjerë që mund t'ju komunikohet akuza këtij? Për momentin prokuroria e posaçme ka marrë nën hetim dhe është komunikuar akuza 6 personave. Është një dosje që do të vijojnë hetimet nga informacionet që kemi, pra do vijojnë verifikime të tjera, nuk përjashtohet mundësia që të ketë dhe persona të tjerë, por deri në këto momente janë 6 persona që janë njoftuar për të komunikuar akuza, pra që do të merren të Pandeur për këtë tender, bëhet fjalë për tenderin e tunelit të Llogaras. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione.